jemi në fortesë Travecit edhe shkojmë për fshatra Travecit, pjesën kodrinore, Sopniqe, Pataqan, drejt Zatriqit ku ka ra dëshmor Safet Latifi edhe Visar Hoti. Sot e kanë për vjetorin këtë rrugë. Aro dëshmora Skender Gjepi me djalin e Hoxhës, Fitim Dërakun. Jenë plagos më stop baraktarja Gjavit Elshani që sot si jetojnë. Tash në prill e ka duket Gjaviti për vjetorin e vdekjes. Ka fry natën, ka pas shi, edhe konorët i pas ka. Tjelorë është Drenovci legjendar, ku UÇK-ja ka dalë spari 26 prill 98-ës, duke u radhit si shtabi i tretë nivel të Kosovës pas Dugagjinit dhe Drenicës. Për Zatri me veteranin mentor Velion Garavesi. Tash arritëm në pjesë Zatriqit, në anën ku është lapidare dëshmorëve. Visar Hoti, Safet Latifi. Kjo ka qenë një nga pikat strategjike të UÇK-s. Valmaja shkodronit mbi Ravec, që shkijet kanë silu gjithmonë mi marrë. Gjatë historisë kemi edhe kalat janë ndërtu pika strategjike, kemi kalat në Rozafatit tek Krujese, sepse nga këtu mund me vëzhgu të gjitha. Njerëzit kanë fillu të kohën, jemi në 8 prill, domethënë 26 vjetori. Dëshmorit Safet Latifi. Kjo është baba i Visarit. Do të vetë të punohen, no? Mai. Shtrije kunorën që të... Veç këtë, no? Afroj edhe pak. Hajde lutëm ma ofër se është pak frymë edhe nuk kemi zërim, kështu që nuk më dëgjohet. Atëherë të nderuar pranishëm, familjarët e dëshmorëve, shumë të respektuar familjarët e dëshmorëve, Visar Hoti, Safet Latifi, shoku bashkëpunëtor, veprimtar çështjes kombëtare. Jemi sot këtu për nderuar kujtimin për shokët tanë dëshmor Visarin e Safetit, të cilët me 18 prill vitit 99 u përballën rreptësisht me forcat serbe dhe ranë heroikisht dhe me nder në fushë të nderit. Natyrisht nderimi e respekti për këta nuk do të mungoj asnjëherë, sepse ne lidhemi vit pas viti për të nderuar një veprimtari, një shëmbulltyr, për të nderuar dy figura që ishin emblem e batalionit 3 të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës që ka operuar në këto rajone, ishin si t'i quaj djemt elitar të atij batalioni. Dhe rënia atyre vërtet ka qenë e dhimbshme, vështira përballueshme, por shtopun që kanë lënë ata nuk është arrit plotësohet asnjëherë, sepse Visari e Safeti ishin ndër ata djemt që nuk kishe nevojë kërkoje akon ndonjë vullnetar, sepse ata ishin duke i kryer detyrat e tyre në vazhdimsi. Kështu që për nderuar figurat e tyre, veprimtarinë e tyre, ju lus që të qëndrojmë pak çastin e njështje.
kemi shumë për të thënë për visorin e stafetit, veprimtaria atyre është jashtëzakonisht e veçantë, është e mbushur me plot aktivitete, ishin djemë që nuk kanë pushuar asnjëherë, edhe që asnjëherë s'e kanë pushuar shpinën armik kurrizin. Kjo le do t'i ruajmë, t'i themi poshtë, por nëse do kryetori një përshëndetje rastin. Të nderuar fondilor të kuajve, Shëndin Balaj na ka nderuar nga larg. Pash veprimtar politik, përfaqësues të organizatës veteranëve të luftës, kryeministri i Kosovës për Lega në Rahovec, mësimdhënës, zënës, ju fëmijë të dashur, 26 vjet pa visarin e stafetit, po 26 vjet gati po bën që ne jemi të lirë dhe e kemi fitu luftën fal gjakut e sakrificës, fal jetëve të visarit, stafetit dhe shokëve të tyre. Po fal luftës titanike të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Serbia është maton kufirit, pra përtej mërdarës dhe sot jemi të lirë. Unë e di që të gjithë jemi krenarë edhe familjarë të dëshmorëve, edhe shokë, edhe miqtë, edhe ata që kanë lindur në zjarrin e luftës, edhe ata që kanë lindur në liri, e po rritën liri, po edhe mësuesi Mustaf që se ka mësuesin Melihate, sot është krenar për shkak se i ka lënë shumë kujtime, për shkak se e ka rrit, e ka lind, e ka rrit, e ka eduku visarin që t'jetë shembulltyr jo vetëm për këta breza, po edhe për brezat që vinë. Pra, ndoshta është mas vështiri për mësuesin Mustaf, sepse zakonisht kemi qenë bashkë me mësuesin Melihate, e ma herë dhe me gruën Axheslat, me nënën Zym, e me plot nëna dëshmorësh. Sot nuk i kemi në mesin tonë fizikisht, po fatëparsisht na kanë lënë kujtimet pa harruara, të cilat do të jetojnë gjatë në kujtesën tonë dhe brezave që vinë. Lavdi për jetë e mëtë, visajt e stafetit dhe të gjithë dëshmorëve të kombit, i përjetshëm qoftë kujtimi për ta, e paqen të lehtë dhe unë e tokës arbrore. Ne do të vazhdojmë, për poshtë edhe njëherë faleminderit, mirënjohje, respekt për gjithë ata që vazhdojnë të nderojnë kujtimin për jetën dhe veprën e dëshmorëve të kombit, në rastin konkret të visar Kotit dhe Safet Latifit. Lavdi. Atë nuk kemi çashtojmë nëse ka edhe lule apo kurora apo vendos. Edhe saktësisht ata kanë rënë këtë pjesën këtu poshtë, po kjo përmendore neve na kujton shumë, na pret shumë, sepse është vetë historia këtu. Prandaj lavdi e nderim dëshmorëve dhe vazhdojmë aktivitetin te varrezat e dëshmorëve në Rakos. Tash omazhe kanë me bo në Ratkos, te varrezat e dëshmorëve. Përshëndes nga Jeshka Zatriqit.